Presim sinjalizimin e gjyqtarit Bardhajeti për startin e ndeshjes. Java e 30 në Super League, ndërmjet dritës pra dhe Suareka në cilësinë e skuadrës së vendës e pra është në këtë takim dhe asgjë përveç fitoros. Kastrio Selmani lirohet shumë mirë aty, pasimit e Manaj. Tre lojtarë të dritës presin në brendit të zonës, goditja dhe ky është rasti i parë. Jo atë serioz, Dabiçaj tentoi. Selmani super pasim, goditja aty ka mundur shumë mirë në këtë situatë veton Tusha. Arkim i lartë por i cili mund të befasoj këtu portierin Shtylla. E ka prek Avdi Metaj. Arkim i mirë nga Shej, në kraun tjetër është Kastrio Selmani, me të parën Selmani, goditja tani dhe Java 0. Këto nuk i lëshon kapiteni Rombroja. 27 minuta dhe drita avanson midis Suarekës me golin e Brojës i 5 i ti këtë sezon. Shkurt të Besnik Krasniqi. Goditja tani aty dhe përsëri probleme për skuadrën e Suarekës. Krasniqi, arkimi mirë, goditja dhe intervenimi nga Avdi Metaj. Përsëri reagon në dobët të Suareka në këto situatat Fetahaj. I mirë është arkimi Abucia dhe një. Kur më së paku prit Eneid Kodra. 4 gola të qendër mbrojtësit këtë sezon, për mrekulli gjindet këto. Por çfarë arkimi mirë ishte nga Liri Don Fetaj, mjeshtër i vërtet është Fetaj. I mirë është kjo arkim nga Fetaj, të lovia aty, çfarë mundësie për Zekën ishte kjo. Shojmë çka do ndodhë, Besnik Krasniqi. Arkimi aty, kërkojnë penalti mysafirët, shojmë se çka ndodhi në brendit të zonës. Sipas gjitha gjasave, kjo do t'jetë penalti të ndëruar shikues. Kur po rrjedh minuta e 80 e ndeshjes. Penalti, vendimi drejt këtu nga gjyqtari Bardhajeti, kjo është penalti të ndëruar shikues. Niset të Krasniqi dhe intervenon Avdi Metaj, vazhdon aksionin 2-1. Denis Kostishin. 81 minuta realizon golin e tij të dytë ukrainasi prej se erdhi te drita në janar. Po del të jetë lojtar shumë i rëndësishëm. Avdi Metaj e kryu punën e tij. E mbrojti penaltin e Besnik Krasniqit, por Kostishin realizon pas topit të dobuar. Bukur pason aty të Asanaj, topi në brendit të zonës, goditja dhe çfarë intervenimi nga Faton Maloku. Spiderman në sistem, çfarë. Nuk është larguar mirë topi këtu të lovi dhe në fund Zylfi, sa më largë, aq më mirë. Edhe njerë situata Dabiçaj në atë duel aty me Eneid Kodrën. Qojma do të kemi shikim të monitorit të varit të nga gjyqtari Bardhajeti. Loja mund vazhdoj. Do të shkohet deri në minutën e 6 të shtesës sipas të gjitha gjasave këto. Jo, e mbyll ndeshjen gjyqtari Bardhajeti. Drita merr 3 pikë të mëdha, të cilat e afrojnë edhe më tepër te titulli i kampionit.